Çlirohuni nga kapslëku, fryrja e barkut dhe gazrat brenda 5 minutash duke përdorur këtë recetë. Kapslëku është një problem I cili prek gati 20% të popullatës botërore. Një nga shkaqet më të zakonshme të tij është zvogëlimi I lëvizjes së zorëve përmes sistemit tretës edhe kalimi më poshtë I jashtëqitjes. Nëse nuk ushtroheni fare dhe nuk hani mjaftueshëm fibra, problemet tuaja me zorët do të përkeçohen ndjeshëm. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Përpara se të drejtoheni menjëherë te medikamentet për të luftuar kapslëkun, mund të ndryshoni rutinën tuaj të ushqyerjes dhe stilin e jetesës, në mënyrë që të përmirësoni sistemin tuaj tretës dhe të lehtësoni komplikacionet. Në këtë video do të rendisim disa nga mënyrat më të mira për të përmirësuar lëvizjen e zorëve dhe për të lehtësuar problemet e kapslëkut. Amerikanët shpenzojnë rreth $250 milion në vit në mjekësinë për të evituar shkaqet e problemeve që sjell kapslëku. Edhe pse mund të jetë frustruese dhe e dhimbshme, në shumë raste ai mund të shfaqet pikërisht nëse nuk konsumoni ujë mjaftueshëm. Ne shpresojmë pas një mënyrë që të mos vuani nga kapslëku. Mirëpo, nëse dikush nga ju e ka këtë problem, atëherë do ju ofrojmë disa mënyra të thjeshta, të cilat mund të përmirësojnë tretjen tuaj dhe të lehtësojnë gjithashtu shqetësimet e kapslëkut. Bëni çajin premialti dhe limon. Ky I fundit ndihmon në stimulimin më të mirë të sistemit tuaj tretës dhe do të lehtësojë kështu problemet që sjell kapslëku në organizmin tuaj. Meshkuj duhet të pinë 3.7 litra lëngje çdo ditë, ndërsa gratë 2.7 litra ujë në ditë. Nëse nuk konsumoni ujë mjaftueshëm sa të mbani trupin të hidratuar ashtu si duhet, atëherë mund të keni më shumë probleme me sistemin tuaj tretës, citojnë ekspertët Healthline. Një mënyrë për të përmirësuar tretjen është të shtoni më shumë fibër në dietën tuaj, çka do ju ndihmojë gjithashtu kundër problemeve të kapslëkut. Sipas Nightingale, këto janë mënyrat më të mira për të përmirësuar tretjen tuaj dhe për të evituar gjithashtu problemet e kapslëkut. Pini ujë. Uji është laksativi më I mirë pasi ai nuk ka efekte anësore. Pirja e tij që në mëngjes herët me stomakun bosh I ndihmon zorët tuaja të bëjnë punën e tyre sa më mirë dhe të evitojnë gjithashtu problemet e një tretje të dobët. Shtoni kosin në dietën tuaj. Si rregull I përgjithshëm, është mirë të qëndroni larg nga disa produkte të qumshtit kur vuani nga kapslëku. Megjithatë, kosi bën një përjashtim në këto situata. Kosi përmban probiotik, pra bakterie të shëndetshme, të cilat do të ndihmojnë në një lëvizje më të mirë të zorëve dhe do të lehtësojnë gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Ndaj, kjo është një nga alternativat më të mira për sistemin tuaj tretës. Në dietën tuaj shtoni fasulet e zeza. Fasulet e zeza janë një nga burimet më të bollshme të fibrave të tretshme, që përmbajnë rreth 15 gram në vetëm një filxhan. Me këto bishtaja do të gjeni një burim të mirë të proteinave. Nëse jeni kapës, këto fasule të shijshme duhet të shtohen në pjatën tuaj, pasi mund të sjellin përfitime më të mira për sistemin tretës. Kumullat janë gjithashtu një alternativë shumë e mirë për tretjen e dobët dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ato përmbajnë gjithashtu edhe substanca të cilat njihen si një laksativ që ndihmon në kontraktimin e muskujve. Kumullat gjithashtu përmbajnë sorbitole ose edhe sheqerna që shërbejnë për lehtësimin e problemeve të tretjes dhe në një nxitje më të mirë të sistemit tuaj tretës. Kivi është një mënyrë alternative që mund të sjellë shumë përfitime në tretjen tuaj. Kivi është një nga frutat e shëndetshëm që nëse konsumohet në mëngjes, do të verë në lëvizje zorrën dembele. Luleshtrydhet gjithashtu janë të mira për personat që vuajnë nga komplikacionet e tretjes. Gjithashtu, farat e vogla të luleshtrydheve u japin atyre edhe përmbajtjen e lartë të fibrave të tretshme. Nëse nuk keni një adhurues I luleshtrydheve, një banane e pjekur do ju japë përafërsisht
të gjitha përfitimet ushqyese që i duhen trupit tuaj dhe të ndihmojë gjithashtu në lehtësimin e problemeve të tretjes. Bajamet. Ashtu siç e dini, bajamet janë të pasura edhe me element ushqyes të rëndësishëm, të cilët do t'japin një mbrojtje më të mirë për sistemin tuaj tretës dhe do të lehtësojnë gjithashtu edhe problemet e konstipacioneve. Ato janë në një burim i shkëlqyer i fibrave të tretshme dhe 2 grushta të vetme të shtuara çdo ditë në dietën tuaj mund të ofrojnë rreth 3.5 gram. Aloe vera gjithashtu mund të jetë një ndihmë shumë e mirë në situatën tuaj konkrete, duke ju ndihmuar të lehtësoni problemet të tretjes dhe të evitoni shqetësimet që sjell gjithashtu edhe kapslëku. Aloe vera ndihmon në funksionet më të mira fiziologjike, ndër të cilat edhe sistemi i tretës dhe në veçanti zorrët tuaja. Ndjekja e një diete të balancuar me produkte të duhura sigurisht që do të jetë alternativë e çmuar kundër problemeve të kapslëkut. Farat e lirit. Liri është një burim tepër i zhdërvjellët i fibrave. Farat e lirit mund të shtuhen në pothuajse çdo ushqim ose edhe t'i pini. Një lugë gjedhe prej tyre do të ofrojë të paktën 3 gram fibër. Shumë e rëndësishme kjo për aktivitetet tuaja të zorës dhe lehtësimin e jashtëqitjes. Ekspertët tregojnë se farat e lirit janë një mundësi shumë e mirë për të ndjerë të ngopur për më gjatë dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet që sjell tretja e dobët. Drithrat me fibër të lartë janë një ndihmë shumë fitimprurse për sistemin tuaj tretës. Mëngjesi është një mundësi për të sulmuar kapslëkun. Shmangni ushqimet e mbushur me sheqer dhe shtoni drithrat që përmbajnë të paktën 5 gram fibër për racion. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm që mund të përfshihet në dietën e personave që vuajnë nga kapslëku është gjithashtu bollguri, një element shumë i rëndësishëm ushqyes për të ndjerë edhe një ngopje më të madhe gjatë ditës dhe për të evituar gjithashtu problematikat e zorrës dembele. Bollguri është një zgjedhje e shkëlqyer edhe ofron një gamë të gjerë të përfitimeve shëndetësore. Përveç se ndihmon për të pasur edhe një zemër më të shëndetshme, bollguri ndihmon gjithashtu edhe në balancimin e niveleve të kolesterolit dhe lehtëson gjithashtu edhe shqetësimet tuaja të tretjes. Sigurisht, ndjekja e këtij rituali në mënyrë të rregullt në vaktet tuaja ditore do të ofrojë të paktën 3 gram fibër të tretshme. Buka integrale është një tjetër alternativë e çmuar për sistemin tuaj tretës, çka do të nxjisë një mbrojtje më të mirë të sistemit tretës dhe evitimin e problemeve të kapslëkut. Buka integrale është e ulët në yndyrna dhe e lartë në fibra dietetike dhe karbohidrate komplekse, atribute kryesore për një zorrë të shëndetshme dhe lehtësimi i komplikacioneve të tyre. Ekspertët e cilësojnë në këtë produkt si një prej mundësive më të mira për të ndihmuar zorrën të qëndrojë e shëndetshme dhe të evitojë gjithashtu rëndesat e mëdha të saj. Duke u fokusuar tek një ushqyerje më e pasur me produkte natyrale, do ta keni më të lehtë të përmirësoni shëndetin e zorrës dhe të evitoni gjithashtu problemet e kapslëkut. Nëse dëshironi të dini çfarë tjetër mund të bëni për të lehtësuar problemet tuaja të stomakut, këto janë disa këshilla të mira të cilat mund t'i zbatoni në dietën tuaj. Kapslëku zakonisht ndodh sepse shumë ujë mund të absorbohet nga zorra e trashë. Shkaqet e kapslëkut mund të përfshinë plakjen, disa ilaçe që mund të merrni dhe mënyra e gabuar e jetesës, të cilët mund të jenë faktorët kryesorë të ndërlidhur me njëri tjetrin. Disa ndryshime të stilit të jetesës, për shembull një dietë më e mirë dhe stërvitja, zakonisht rezultojnë në zgjidhjen e kapslëkut, duke lehtësuar atë ndjeshëm. Përdorimi i laksativëve duhet të rezervohet si një mjet i fundit dhe gjithmonë duhet të merret nën mbikëqyrjen e një mjeku për të evituar keqpërdorimin. Disa njerëz mund të bëhen kaps nga konsumi i qumshtit ose nën produkteve të tjera të qumshtit. Individët me zorrën e irrituar zakonisht përjetojnë kapslëk shumë më të shpeshtë se sa të tjerët. Gjatë shtatzanisë, gratë janë më të ndjeshme ndaj kapslëkut për shkak të luhatjeve hormonale edhe kompremtimit të tyre. Metabolizmi ngadalësohet me moshën duke zvogëluar aktivitetin e zorrës dhe krijon shqetësime të sistemit tuaj tretës. Vëmendje.
Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.